Kur populli ikën, pushteti merr frymë më lehtë. A përdoret emigrimi masiv si valvulë për të shpëtuar pushtetin nga revolta sociale? Ka pyetje që nuk duhen shmangur vetëm sepse janë të pakëndshme. Kjo është njëra prej tyre, a është emigrimi masiv I shqiptarëve thjesht pasojë e dështimit shtetëror, apo edhe mekanizëm që në praktik I shërben pushtetit si valvulë shkarkimi për të ulur zemërimin social? Nuk ka sot një provë publike që dëshmon një strategji të shpallur me këtë titull. Por faktet publike tregojnë diçka tjetër, po aq të rëndë, sa më shumë njerëz largohen, aq më pak presion mbetet brenda. Dhe ky është një efekt politik real, pavarësisht nëse është shkruar ndonjëherë apo jo në letër. Pamja e parë është e njohur. Emigrimi paraqitet si zgjedhje individuale, dikush ikën për pagë më të mirë, dikush për shkollim, dikush për siguri, dikush sepse nuk sheh më të ardhme. Kjo është e vërtetë. Por kur zgjedhja individuale kthehet në rrjedhë kolektive, ajo pushon së qeni thjesht çështje personale dhe bëhet fakt politik, ekonomik dhe shoqëror. Eurostat njoftoi se në vitin 2024 rreth 48.000 shtetas shqiptar morën shtetësi të një vendi të BE-s, duke I renditur shqiptarët si grupi I tretë më I madh I përfituesve të shtetësisë në BE atë vit. Ndërkohë, Instat vlerësoi se më 1 janar 2025 popullsia e Shqipërisë ra në 2.363.314 banor, me migracion neto sërish negativ prej 28.836 personash në vitin 2024. Këto shifra nuk janë vetëm demografi. Janë termometër I një vendi që po zbrazet. Dhe kur vendi zbrazet edhe potenciali I revoltës. Nuk ikin vetëm njerëzit, ikin të papunët, të shgënjyerit, të rinjt pa perspektivë, profesionistët që nuk besojnë më, familjet që nuk presin më asgjë nga shteti. Pra, ikën pikërisht ajo energji njerëzore që në një shtet normal do të kërkonte llogari, do të protestonte, do të organizohej, do të trondiste status quo. Kjo është arsyeja pse pyetja nuk është paranoj, por analizë politike, apo shërben emigrimi masiv si zgjidhje e heshtur për një pushtet që nuk arrin të zgjidhë problemet, por lehtësohet kur qytetari I pakënaqur largohet? Kjo mbetet një inferencë politike nga faktet, jo një fakt I provuar si plan I shpallur. Megjithatë, efekti I saj është I dukshëm në të dhënat publike. Komisioni Evropian e ka thënë qartë se emigrimi mbetet çështje serioze për Shqipërinë, duke sjellë mungesa në tregun e punës, sidomos të punonjësve të kualifikuar, ndërsa rënia e popullsisë dhe e moshës së punës kufizon perspektivën e rritjes afatmesme. Në raportin për vitin 2024, Komisioni vuri në dukje se popullsia e Shqipërisë ra nga 2.8 milion në 2011 në 2.4 milion në 2023, një tkurrje prej 14%. Në raportin e vitit 2025, ai shton se emigrimi, veçanërisht I punëtorëve të kualifikuar, po përkeqëson mungesat në sektor kyç dhe po ushin brain drain. Këtu lind nyja më cinike e gjithë historisë. Sepse pushteti mund të humbas fuqi nga hemorragjia demografike në afat gjatë, por fiton oksigjen në afat shkurtër. Kur largohen mira njerëz në moshë pune, bie masa e atyre që kërkojnë shërbime, bie masa e atyre që mund të ngrihen, bie masa e atyre që ndjejnë se kanë ende diçka për të humbur këtu. Ndërkohë, remitancat e mbajnë një pjesë të familjeve në këmbë, duke zbutur varfërinë, por edhe duke amortizuar shpërthimin social që do të duhej të përballonte shteti. Banka Botërore dhe Instat tregojnë se remitancat përdoren kryesisht për ushqim, shëndetësi dhe arsim, 90% e familjeve I përdorin për ushqim dhe nevojat e përditshme, ndërsa shumë pak shkojnë në investime prodhuese. Pra, paratë e emigrantit nuk po ndërtojnë domosdoshmërisht zhvillim, ato po mbajnë gjallë mbijetesën. Në terma politik, kjo do të thotë se emigrimi nuk e shuan krizën, por e shtyn atë duke e financuar nga jashtë. Po kush përfiton nga kjo? Përfiton pushteti I ditës, sepse tensioni I brendshëm shkarkohet jashtë kufive. Përfitojnë elitat që nuk detyrohen të reformojnë aq sa do t'i detyronte një popullsi më e madhe, më e re dhe më e zemëruar. Përfiton modeli ekonomik I dobët që vazhdon të mbijetojë edhe pa krijuar mundësi reale, sepse familja shqiptare mbahet pjesërisht me të ardhura nga emigracioni. Përfitojnë edhe strukturat klienteliste, sepse një vend me më pak energji qytetare është më I lehtë për t'u administruar se sa për t'u qeverisur. Kjo nuk do të thotë se emigrimi është organizuar në mënyrë të drejtpërdrejtë për këtë qëllim, do të thotë se efekti I tij funksionon objektivisht si lehtësues për pushtetin. Po kush humbet? Humbet vendi. Humbet shoqëria. Humbet vetë mundësia e presionit demokratik. Sepse në teori demokracia forcohet kur qytetarët qëndrojnë, organizohen, përballen me shtetin dhe e detyrojnë atë të japë llogari. Por në një vend ku dera e ikjes mbetet më e hapur se dera e ndryshimit, revolta sociale zëvendësohet nga largimi individual. Në vend të protestës vjen bileta. Në vend të llogaridhënies vjen aplikimi për vizë, për punë, për dokumente. Në vend të përplasjes me sistemin vjen shkëputja nga sistemi. Dhe pikërisht këtu emigrimi kthehet në valvul, jo sepse pushteti e shpall, por sepse realiteti ja ofron si rrugdalje. Banka Botërore dhe Instat japin edhe një alarm tjetër, 45 e firmave raportojnë se nuk po arrin të mbushin vendet vakante për shkak të mungesës së punëtorëve dhe shumë prej tyre e lidhin këtë drejt për drejt me emigrimin. Raporti parashikon se mungesat në tregun e punës do të përkeqësohen deri në vitin 2030. Kjo tregon se emigrimi nuk është thjesht ikje e të varfërve, por rrjedhje e strukturës punuese të vendit. Megjithatë, edhe ky dëm I madh ekonomik nuk e zhbën funksionin politik të valvulës. Përkundrazi, e bën edhe më absurd modelin, shteti humbet kapital njerëzor, por fiton qetësi të përkohshme. Një qetësi e rreme, e bler me boshatisje. Po kush hesht? Hesht politika, sepse asaj I leverdis të flas për remitanca si sukses familjar, jo si shenjë dështimi shtetëror.
Hesht shpesh një pjesë e elitës ekonomike, sepse preferon mungesën e trazimit social, edhe kur kjo i dëmton më vonë me mungesë fuqie punëtore. Hesht një pjesë e medias, e cila e trajton emigrimin si statistik rutin dhe jo si gjakderdhje demografike me pasoja politike. Heshtin edhe shumë institucione që flasin për rritje, por jo për çmimin e kësaj stabiliteti, faktin që vendi po qetësohet duke u zbrazur. Çfarë fshihet pas pamjes së parë? Fshihet një e vërtet që pushteti nuk ka interes ta thotë me zë të lartë. Emigrimi masiv nuk është vetëm plagë kombëtare, por edhe mekanizëm që ul temperaturën politike brenda vendit. Sa më pak të rinj, sa më pak familje të reja, sa më shumë mbjetesë e financuar nga remitancat, aq më e vështirë bëhet prodhimi i një presioni të vazhdueshëm social. Në këtë kuptim, emigrimi nuk është vetëm pasojë e krizës, ai bëhet edhe mënyra për ta bërë krizën më pak të dukshme. Njerëzit nuk po pajtohen domosdoshmërisht me sistemin. Shumë thjesht po ikin prej tij. Dhe një pushtet përballet më lehtë me një popullsi që largohet sesa me një popullsi që mbetet dhe kërkon llogari. Kjo është një përfundim analitik i mbështetur te efektet publike të dokumentuara, jo provë se ekziston një plan zyrtar i shkruar kështu. A përdoret emigrimi masiv si valvul për të shpëtuar pushtetin nga revolta sociale? Si strategji e deklaruar, kjo nuk është provuar publikisht. Por si efekt real politik, shifrat flasin vetë. Kur 48.000 shqiptar marrin shtetësi të BE-s brenda një viti, kur migracioni neto mbetet negativ me 10 mira, kur remitancat mbajnë familjet në këmbë dhe kur mungesat në tregun e punës po thellohen, del një e vërtet e hidhur. Shqipëria nuk po qetësohet se problemet po zgjidhen. Shqipëria po qetësohet sepse njerëzit po largohen. Dhe kur populli ikën, regjimi merr frymë më lehtë.